por se çfarë mund të ndikojë që të shfaqen elementet e autizmit, që një fëmijë për shembull nëse nuk e ka autizmin mund me u shfaq disa nga elementet e autizmit, është njëna prej tyre është teknologjia. Ekspozimi i tepërt i teknologjisë, fëmia mundet me pas elemente të cilat janë të ngjashme me autizmin. Por, nëse për shembull fëmia vetë se ka autizmi është i lindur, atëherë prindërimi duhet të shndrohet, duhet të ketë disa elemente në të cilat duhet me u bazu pak më tepër që me pasni sa më shumë efekt edhe prindërimi. Për shembull, aktivitetet ashtu që i përmendëm, aktivitete, terapi, gjithë përfshirje, të mos jenë të anashkaluar, të jenë prezent në çdo ambient ku edhe prindërit janë, pse jo, të jenë në kuzhinë, të bëjnë ushqim bashk, të pastrojnë shtëpinë bashk, të pastrojnë veturën bashk, aktivitete të cilat prindërit i bëjnë jetës, i bëjnë gjatë ditës në baza ditore, andaj prindërimi keq mund të ndikojë në përkeçimin e situatës. Prindërimi i mirë mund të ndikojë në përmirësimin e situatës çdo herë. Të gjithë personat me autizëm janë të njëjtë? Jo. Asnjë njeri në botë nuk është i njëjtë me asnjë. Të gjithë jemi të ndryshëm ndaj njëri tjetrit. Edhe ashtu dhe fëmijët autik janë unik dhe të ndryshëm nga të gjithë personat përreth tyre. Pse po them janë të ndryshëm? Nëse një fëmijë ka interes në art dhe ka aftësi të mira në art, një fëmijë tjetër është totalisht ndryshe, ka aftësi të mira në pjesën e sportit, është më shumë i prirur në pjesën e sportit, ashtu siç ne dhe çdo fëmijë tjetër nuk është i ngjashëm me njëri tjetrin, atëherë as fëmijët nuk janë për atë arsye autizmi është pjesë e spektrit, është i gjerë, është spektër i gjerë, andaj secili prej tyre është unik, secili prej tyre dallon prej njëri tjetrit, secili prej tyre ka karakteristika të veçanta me tjerët. Fëmijët me autizëm mund të mos flasin kurrë? Fëmijët me autizëm mund të mos flasin kurrë, kjo është njëri prej miteve më sfiduese për prindërit, për arsye se çdo herë kanë brengën se nëse ndonjëherë fëmia e tyre do të ketë aftësinë të komunikojë edhe të i shprehë ato që ai po i ndjen. Çdo herë bazohemi në shkallën e autizmit që fëmia ka, por terapia intensive, bashkëpunimi intensiv edhe përfshirja e fëmijëve në ambiente sociale ndihmon që me fitu aftësi. Por nganjëherë kapaciteti i fëmijëve, mos bashkëpunimi i fëmijëve, terapia munden që mos me pas shumë sukses, por ka shumë faktorë të cilët ndikojnë në terapi, andaj çdo herë ka shpresë. Për të kërkuar ndihmë nga profesionistët asnjëherë nuk është vonë. Ndihma profesionale mundet çdo herë me na, ndonjëherë edhe me na tregu të kundërt. Ndoshta prindërit mendojnë shumë raste që tash është vonë, nuk kemi nevojë të kërkojmë ndihmë profesionale, por ndoshta është totalisht e kundërta, ndoshta është koha adekuate për të kërkuar ndihmë. Andaj çdo herë me pozitivitet, me shpresë të kërkojnë ndihmë nga profesionistët, sepse me ndihmën e duhur, çdo gjë mund të vijë në vendin e saj. Një mit tjetër mjaft i ndëgjuar për autizmin, po që ju realisht veç se ja datë përgjigjen gjatë kohës që ne diskutuam, ishte që autizmi mund shërohet. Madje kemi pas rastin kohët e fundit me pa edhe persona që dolën me një deklaratë të tillë. Fatkeqësisht në vendin tonë, po kemi persona të cilët po deklarojnë shërimin e një çrregullimi. Jo sëmundje. Autizmi nuk është sëmundje e cila nëse konsumon banat, nëse pin medikamente të ndryshme, shërohet dhe kalon. Autizmi është çrregullim neurozhvillimor i përhershëm. Andaj, autizmi vetëm menaxhohet, vetëm trajtohet dhe vetëm i ndihmon me terapi të ndryshme që të i fitojë ato aftësi që fëmia nuk po i ka. Çfarë mund të jenë ato aftësi të cilat fëmia mundet mos me i pas nëse ka autizëm? Mund të jenë vështirësi në pjesën e komunikimit, vështirësi në pjesën e sjelljes, vështirësi në fitimin e aftësive fizike. Andaj kërkojmë ndihmë nga profesionistë të tjerë. Por jo, shërimin nuk ka, autizmin nuk ka shërim. Autizmi nuk ka shërim, autizmi trajtohet edhe menaxhohet vetëm me terapi të ndryshme. Personat me autizëm nuk duan të shoqërohen. Si elementi i autizmit,
mos të qenurit të interesuar të kenë interakcion social është shumë i shprehur, por jo të gjithë fëmijët. Ka fëmijë të cilët kanë autizëm dhe janë shumë të interesuar të bashkëpunojnë, të luajnë me fëmijët e tjerë, jo detyrimisht, ashtu siç e përmenda edhe më herët, secili fëmijë është unik, secili fëmijë dallon prej njëri tjetrit, andaj ka fëmijë të cilët nuk shprehin interes për të bërë ndërveprim social, por jo të gjithë e kanë të njëjtën pjesë. Ka fëmijë të cilët janë shumë të interesuar të kenë ndërveprim social, andaj pa problem edhe bëjnë edhe ndërveprime me të tjerët. Një mit tjetër i ndëgjuar për autizmin është personat me autizëm mund të kenë inteligjencë ose shumë të lartë ose shumë të ulët. Ndoshta nuk do ta bëja një klasifikim të tillë me inteligjencë lartë ose të ulët, por që ka fëmijë të cilët janë të diagnostikuar me çrregullimin e Aspergerit, çrregullim ky i cili bën pjesë në spektrin e autizmit dhe që karakterizohen me inteligjencë mbi mesatare ose të lartë, e që fëmijët të cilët kanë inteligjencë mbi mesatare të lartë jo detyrimisht nuk kanë nevojë për terapi, ose fëmijët të cilët kanë inteligjencë më të ulët nuk kanë nevojë për terapi, por jo, inteligjenca e ulët nuk është diçka e cila i karakterizon fëmijët me autizëm, por inteligjenca e lartë i karakterizon fëmijët të cilët janë të diagnostikuar me çrregullimet e Aspergerit. A keni hasur në praktikën e juaj çrregullimet të tilla tek fëmijët në Kosovë, ose ndoshta nuk është bërë një matje e tillë? Çrregullimet e Aspergerit po. Zakonisht nëse ne kemi punë të vazhdueshme në ordinancë ku bashkëpunojmë me fëmijë të ndryshëm, po sidomos edhe me sindromin e autizmit, me çrregullimin e autizmit. Për shembull, e kemi pas një rast në klinikë ku fëmia ka qenë diagnostikuar me Asperger, njëri ndër fëmijët më inteligjent që kam takuar ndonjëherë. Ndoshta ka qenë njëri prej fëmijëve ku kam arritë të mësoj shumë gjëra të reja prej tij, çdo informacion i ri, për shembull nëse kemi pas temë të diskutimit aktivitetet fizike. Gjatë seancës, ai fëmijë ka qenë i gatshëm që secilin aktivitet, secilin lojë gjatë pjesës së botrorit, secili ekip i futbollit kur ka luajt, ka qenë i gatshëm të jap çdo informacion që lidhet me atë. Seancat jo vetëm me fëmijë me Asperger, po me secilin fëmijë që ka autizëm janë shumë të mira, janë shumë interaktive dhe janë shumë pozitive, sepse energjinë pozitive që fëmija me autizëm e kanë, detyrimisht ja përçojnë edhe terapistit. Terapia cila mirët prej një profesionisti, çdo herë është ndikuar pak edhe prej energjisë që fëmija po ta jap. Andaj, çdo herë kemi punë edhe me fëmijë të cilët kanë Asperger, kanë autizëm, kanë çrregullime të tjera, por diagnoza të ndryshme takojmë shumë shpesh. Janë fëmijët me Asperger janë ndër fëmijët më të mençur që mund të i takojmë ndonjëherë dhe janë fëmijët më të bukur, nëse mund të them, trurin më të bukur që mund ta ketë ndonjë fëmijë ndonjëherë. Vaksinat shkaktojnë autizëm. Okej. Nuk ka ndonjë provë shkencore e cila thotë që vaksina e shkakton autizmin. Atë kemi dëgjuar mjaft shumë, sidomos shumë e shprehur, është ngritur si dyshim nga vetë prindërit, se prej kur e ka marrë këtë vaksinë, ka filluar fëmiu mi pas këto ndryshime. Po, njëri ndër mitet më të mëdha është që vaksina 1 vjeçarit e ka shkaktuar autizmin dhe ndryshimet në zhvillimin e fëmijës së tyre, aq që në fakt në aspektin shkencor nuk ekziston ndonjë provë e cila thotë që kjo është arsyeja që 100% po e shkakton autizmin. Nuk ekziston ende ndonjë provë e cila thotë që po ne tash e dim çka është shkaktari, çfarë shkaktar, po mundohemi me e minimalizu që mos të ketë raste edhe më shumë me autizëm. Ende nuk e dim, ende vaksina jetë si mit, për arsye se nuk ka ndonjë provë e cila thotë që 100% është shkaktari kryesor i autizmit, andaj ne vetëm e bëjmë trajtimin edhe menaxhimin e autizmit, edhe jo shërimin, sepse nuk shërohet, por nuk dihet a është vaksina apo çfarë do faktori tjetër që shkakton aktualisht ende autizmin. Dhe miti fundet, ndër mitet e shumta realisht që dëgjohet për autizmin është fëmijët me autizëm mund të mos kenë jetë të pavarur. Jo detyrimisht. Fëmijët, ka shumë fëmijë të cilët kanë pas autizëm dhe tash jetojnë jetën të pavarur dhe nuk kanë nevojë për mbështetjen e askujt tjetër për rreth tyre.